Drejt e Mujdinit vi nga Tetova, po besoj që shtu shtu diçka, për det Mujdin Aliut, herojit që ka ranë Kosovë, ka dhe këngë për ta dhe besoj që na hengojmë të... Po ishte momenti kur dy ekipe prezentojnë, përfaqësojnë shqiptarët në Conference League, edhe japin një mesazh. A ishte momenti për kësi mesazhe, profa? Po, na kemi nevojë për kësi mesazhe, për arsye se ju e dini çfarë po ndodh me këto shkrimet që na i bojnë kur luajnë ekipet tona, ekipet kombëtare, ekipet përfaqësuese shtetërore kur luajnë jashtë. Ju dini mesazhet çfarë vinë në këto vende të fqinje. I fundit ka Zvezda me Steaun, Zvezda me Steaun, tash kushdo që luan janë mesazhe kërcënuese dhe kjo është përgjigje shumë e mirë ndaj atyre mesazheve kur të kthehet ushtria, kur vetëm se ne në këto takime duhet me pas edhe disa mesazhe tjera, sepse kemi tifozëri jashtëzakonisht me shumë imagjinat. Mirë kishte me qenë me përkujtu se çfarë shteti ata janë që porosia mos jetë vetëm për shqiptarët, por të jetë edhe për popujt tjerë të Evropës, se kemi të bëjmë me një shtet i cili ka qenë i dënuar për gjenocid, dhe kjo mirë kishte me qenë se këta janë edhe vrasis të shumë fëmijëve, të shumë masakrave. Është momenti që ne asnjëherë nuk duhet to me i haru. Edhe këto janë momente më të mira kur duhet me o përcjell. Njëri prej tyre ka qenë edhe kjo kur del kjo pankart nga vëllezërit nga Tetova, dhe kjo nuk është rastisht ky mesazh, për shkak situatës aktuale. Vazhdimisht jemi të kërcënuar në kufi, urdhna? Që ke emocionu këgja shumë me këto? Jo, nuk është, po shoh që në një takim nuk kemi rivalitet, nuk është e rëndësishme tashti qatë shumë fitoria sa është me rëndësi imazhi ynë. Gara ishte shumë e shprehur në rivalitet, në teren, në fush, por në publik, edhe aty kishte një rivalitet, po cila tifozëri do t'jep mesazhe ma kreative. Kjo ishte një garë shumë e rëndësishme. Sot në basketbol, në Shkullë dërë janë përballë Shqipëria dhe Kosova. Edhe ka fitu Kosova. Nuk ka pas asnjë mesazh, as nuk ka pas të grupe të organizuara për ta përcjellë nga ndeshja. Shqo, janë këto ndeshje të cilët janë të karakterit... Ka pas futboll këto, s'ka mujt me shku atje. Janë të karakterit ma tepër simbolike, miqësor, kurse këtu kemi të bëjmë me një garë... Jo, i ka qenë garus, ka qenë për parakualifikimet në kampionatin evropian. Po, në rregull, po kjo nuk është, dim niveli i basketbollit, nuk është ai cili është i futbollit në këtë moment, edhe po mendoj që këto mesazhet në një Conference League e kanë efektin e vet, e kanë në një numër të madh të tifozërisë, në një transmetim televiziv që e shohin shqiptarë, kudo që janë e sheh këtë Evropa, unë mendoj që mesazhet e tilla janë të nevojshme.